kjo do duket tashmë pra nëse do ketë dobësi të opozitës që nuk po e merr situatën në dorë, nëse do ketë pamundësia e shahotëri, po i themi, për të aktivizuar, mund të mendoj që mund të mendohet edhe një zgjidhje në një skenar tjetër, komplet tjetër nga ato, mund të jetë një zgjidhje si modeli egjiptian, domethënë kur erdhi në pushtet ai që erdhi villazërisë muslimane që qenë një pushtet politiko-fetar në një farë mënyrë, por në moment që filluan lëvizjet e protestës për veprimet e tyre, ushtria u distancua ushtria, mori pushtetin. Ky model mund të bëhet edhe këtu, teorikisht po e them, mund të bëhet edhe sepse jemi në momentin e skenarëve, kështu që në gjeopolitik lejohen skenarët, edhe jo skenarët kot, po skenarët me bazë, me krahasime, me gjitha. Dhe mund ta marrë garda revolucionare, pra mund ta spostoj leadershipin fetar, mund të marrin ata pushtetin, do thonë do jetë më mirë, më keq, do jetë një ndryshim, po se si do jetë pastaj do duket. Pra nuk janë skenarë që mund të ndodhin këto gjitha. Po kjo do duket sidomos në këtë javë në vazhdim. Çfarë përmasash do të marrin? Nëse do vazhdojnë të marrin përmasa akoma më të mëdha, pastaj do jetë fatkeqësi nëse nuk ka një forcë udhëheqëse e këtyre, pra nuk krijohet një organizim politik, nuk krijohet një sepse një protest pa kokë do jetë e vështirë. Do jetë e vështirë dhe do goditet kollaj. Domethënë, nëse nuk ka një organizim, po të marrim për shembull, kështu filloi lëvizja studentore në Serbi. Ndryshojnë rrethanat e tjera, po kështu filloi lëvizja studentore, autoritarizmi e tjera, pastaj po filluan të organizohen pastaj. U kryon komitete, studentët i menaxhojnë e tjera. Është dëshira për tyre në politikë të zgjedhjet e ardhshme, e tjera. Pra ka modele të ndryshme dhe nëse kjo opozitë që është do qëndrojë shumë larg dhe nuk do të vijë në krye të këtyre, ata duhet të sakrifikojnë, do të vijnë në krye të protestave. Nëse ata dinë që opozita është krye të protestave, ata është problem tjetër pastaj. Dhe pastaj gjërat mund pra, kjo opozitë nesër mund të ketë të drejtën të kërkoj pjesëmarrje në votime, pjesë në pushtet e tjera. Po nëse këta rrinë ngrofen gjysmën në Tiranë, gjysmën në Paris dhe gjëre populli atje përgjaket dhe nuk i kush është problem. Zhvillime interesante presin për Iranin. Në këto minuta të fundit nuk mund të rrim pa prekur Groenlandën, shkurtimisht zoti Çala. Danimarka tha se ka mosmarrëveshje themelore mbas takimit që ministri i jashtëm pati me zëvendës presidentin amerikan ditën e dieshme dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Si shkon historia e Groenlandës? E ble apo e merr Amerika? Fakti që hyn bisedime është gjë shumë e madhe. Domethënë që amerikanët nuk heqin dorë. Kështu që duhet gjendur një rrugë, do gjendur. Mund të ketë edhe këtu mund të ketë skenar ndryshëm. Unë po të dush mund të formuloj 2-3 skenar që mendoj. E para që të jetë në raporte me të drejtën ndërkombëtare, mund bëhet një traktat trepalesh, pra SBA, Danimark, Groenland, për asociimin e lirë të Groenlandës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që do thotë asociimi i lirë? Modelin e asociimit të lirë, këta amerikanët e kanë bërë me disa shtete të vegjël nga këto ishujt Marshall e tjera. Kjo do thotë që mbas së drejtës ndërkombëtare shteti e ruan statusin në këtë rast, por këtu duhet të ishte pavarur, po nuk është më të më pse të jetë e pavarur, ajo është në prag pavarësisë Groenlanda. Atëherë në këtë kushte Danimarka e ruan sovranitetin formal, Shtetet Bashkuara kontrollojnë politikën e jashtme dhe sigurinë dhe mund të bëjnë investime, mund të bëjnë gjithë zhvillimin ekonomik e kanë dorë vetë vendasit dhe mund gjendet dhe nuk është çudi që të shkojë drejt kësaj formule. Ndërkohë tjetër variant? Variant tjetër është që por që do hanë më shumë kohë, është që Groenlanda të fitojë pavarësinë, pra të kalojë të bëhet shtet i pavarur dhe pastaj të vendos. Po kjo po ta marrë pavarësinë ajo, pastaj jo automatikisht Groenlanda ngelet në Bashkimin Evropian. Jo automatikisht Groenlanda ngelet në NATO. Pra kjo ja shton rrezikun pastaj për orekset e kinezëve dhe të rusëve. Edhe por kjo do ta lehtësonte më shumë atë asociimin e lirë, sepse duke qenë shtet i pavarur bëhet traktati 2 palësh, jo 3 palësh. Pra pavarësisht mund të mos bindet Danimarka. Dhe këto ka dhe variante tjera, po këto janë në më kryesore. Pra jemi mes blerjes
blerjes dhe ndërhyrjes. Blerja janë dy ekstreme. Blerja ata Trumpi do fusi diçka nga menaxhimi i biznesit, si biznesmen që është, ata ju ofruan edhe nga $100,000 për individ. Por individ, po nuk ishte edhe shifra që shkonin deri në $700 miliard sipas mediave amerikane. Nuk është mendoj se ai mendon që mund ta marrë me lirë. Por ka një problem. Grënlanda është në një pozicion shumë të rëndësishëm strategjik dhe shkrirja e akujve dhe e bën ata një Grënland të jetë semafori i hyrje daljeve në Atlantik. Dhe këtë semafor hyrje dalje në Atlantik kur them që nga një dikën në ndecët, ruse, kineze etj, që mund të jenë kërcënim për sigurinë e kombëtarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo me kod Trumpi dhe para Trumpit ka qenë president tjerë që në 46-ën që kanë dashur ta marrin. Pse? E kanë parë këtë në por që tashmë ngarë që është sepse është një aleancë, mos ishin një aleancë, gjërat mund të ndodhin ndryshe. E vërtet. Domethënë, mos ishin një aleancë, po tashmë duhet të gjendë kjo, duhet të gjendë mënyra që të bëhet të binë dakord.